Një nga problematikat e hershme infrastrukturore në zonën periferike të Shkodrës pritet të marrë zgjidhje përmes një ndërhyrje rehabilituese. Kryebashkiaku Benet Beci ka bërë të ditur sot përmes një postimi në rrjetet sociale se shumë shpejt do të nisë rikonstruksioni plot i urës së Bardhajve, një segment i konsideruar prej vitesh si problematik dhe me risk për sigurinë e banorëve që e përdorin çdo ditë. Bashkia Shkodër është shpallur fituese e projektit që mbështetet nga Agjencia Kombëtare e Mbrojtjes Civile në kuadër të programit Emergjenca Civile 2026, duke siguruar fondet e nevojshme për realizimin e ndërhyrjes. Projekti ndërhyrje emergjent në rritjen e sigurisë për urën e Bardhajve synon rehabilitimin e plotë të strukturës së urës dhe eliminimin e problematikave të krijuara nga amortizimi ndër vite. Një nga elementet kryesor të investimit do të jetë ndalimi i procesit të gryerjes së shtratit të lumit pranë këmbëve mbajtëse të urës, fenomen që ka cënuar stabilitetin e saj. Ndërhyrja parashikon gjithashtu përforcimin e strukturës mbajtëse, duke rritur ndjeshëm parametrat e sigurisë dhe qëndrueshmërisë së objektit. Sipas specialistëve, investimi do të ndikojë drejt për drejt në përmirësimin e qarkullimit dhe në garantimin e një infrastrukture më të sigurt për banorët dhe përdoruesit e këtij aksi të rëndësishëm lokal.